Protestuan tregtarët e Bitpazarit, ndaluan mbylljen e vendkalimit ilegal, kërkojnë që aty të vendoset semafor. Kryetari i Shkupit tha se punimet e bulevardit Cvetan Dimov do të nisin në fund të vitit. Qytetarët shpresojnë që problemi të zgjidhet. Zëvendës kryeministri Bekim Sali paralajmëroi zgjidhje të shpejtë për jurisprudencën në Shqip, thotë se po konsultohen me ekspert. Italia ka kërkuar që Bashkimi Evropian të vendosë sanksione ndaj ministrit izraelit për keqtrajtim të aktivistëve të flotiljes për Gazën. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Një grup qytetarësh dhe tregtarësh protestuan dhe ndaluan punonjësit e qytetit të Shkupit që ta mbyll vendkalimin ilegal në afërsi të Bitpazarit. Ata kërkojnë legalizimin e tij ose vendosjen e semaforëve. Megjithatë, drejtuesit e automjeteve janë kundër këtij vendkalimi. Kjo atmosferë tensionuese në hyrje të Bitpazarit erdhi si pasojë e një aksioni të qytetit të Shkupit për mbylljen e vendkalimit ilegal. Pas paralajmërimeve të shpeshta të kreut të qytetit të Shkupit se kalimi prapameje do të mbyllet, qyteti sot mori aksion për të mbyllur rrugën, por pas protestës qytetare e njëjta u lirua dhe siç na njoftuan qytetarët, ata do të kenë takim me kreun e qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjevski të hënën për të vendosur modelin se si do të funksionoj në të ardhmen ky vendkalim. Protestuesit dhe tregtarët janë kundër mbylljes dhe thonë se në vend se të mbyllet, autoritetet duhet të ndërmarrin hapa për legalizimin e këtij vendkalimi, duke vendosur semaforin. Qytetarët e revoltuar nga aksioni drejtuan kritika të ashpra edhe ndaj politikanëve. Amo na ka garantuar që s'nohet, kena menu ja semafora edhe kena peticion me bo, se kjo çka thon populli, jo çka thot Orcia. Ai duhet me na, ku të shkojsh në Evropë, populli çka thot, se na I kina zgjedh ato neve s'na kanë zgjedh. Kjo mund dëmon mu bë një të sistem sikur në rrugën e Karposhit dëmon që është me semafora dëmon. Ku dëmon nëse bën 3 semafora që janë dëmon që duhet, atë dëmon një të semafor ka dëmon I pari, atëri diti, treti, atë kur ne nuk kam pot kalaballik që shkojnë dëmon. Neve na kanë bërë si Franca ge getot, e di ato getot, ato ma gjut kur I fshilin, e që ashtu na ka gjitë edhe neve. Populli duhet me dal çka e kanë votuar. E çaj duhet me dal me protestue dhe ta qele. Shko ka Maqedon, ka okisi age. Si cëllën 5 metrë qërso ka semafora, këtu abullam, shkollë, fakultet, krejt, do ta fshile. Për dallim nga tregtarët që janë kundër mbylljes së këtij vendkalimi, një kalimtar rasti me të cilin bisedoi televizioni Shenja, tha se për siguri të qytetarëve, vendkalimi duhet mbyllur. Ja semafori jam më mirë, më mëshë. Që urën e kemi, na kurzim, Ardhja e Orse Gjeorgjevskit në krye të qytetit të Shkupit solli edhe premtime të reja për mbylljen e vendkalimit ilegal në Bitpazar dhe jo vetëm. Kreu I Shkupit edhe në emisionin Impact në TV Shenja paralajmëroi heqjen e objekteve ilegale përreth rrugës. Kryetari I qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjevski premtoi se aktivitetet ndërtimore të bulevardit Cvetan Dimov do të nisin deri në fund të vitit, ndërsa Komuna Çajiret I ka nisur procedurat për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm. Qytetarët shpresojnë se kësaj radhe bulevardi do të zgjerohet. Problemi vjetër, por premtime të reja. Njëra nga rrugët më të frekuentuara dhe më kritike, bulevardi Cvetan Dimov është njëri nga problemet me të cilat përballen banorët e kësaj ane. Rrugë të ngushta, kolona të gjata, mungesë hapësirash për lëvizjen e këmbësorëve janë vetëm disa nga vështirësitë që ata hasin. As muri mbrojtës që u vendos për të zbutur kaosin nuk I dha zgjidhje problemit. Listës së premtimeve të shumta tani është shtuar një premtim me afat kohor. Kryetari I qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjevski në emisionin Impact në TV Shenja premtoi se aktivitetet ndërtimore të këtij bulevardi do të nisin deri në fund të vitit, ndërsa paraprakisht dokumentacionin e projektit që duhet ta përgatisë Komuna e Çajirit tha se duhet të jetë I gatshëm deri në muajin gusht. Komuna e Çajirit është e përgjegjëse për përgatitjen e dokumentacionit të projektit.
Njëkohësisht kemi parapar mjetet në buxhet për këtë vit. Pse? Sepse unë jam i bindur që diku në gusht të këtij viti duhet të jetë gati dokumentacioni i projektit, me zotin para të nënshkruhet tenderi dhe në pajtim me atë që e kanë premtuar para zgjedhjeve. Është ajo që këtë vit të kalendarik të fillojmë me aktivitete ndërtimore. Edhe komuna e Qairit premton se do të qëndrojë brenda afateve të parapara kohore. Komuna e Qairit tashmë ka nisur procedurat dhe aktivitete për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për projektin e bulevardit Svetan Dimov. Aktivitetet po zhvillohen sipas dinamikës së planifikuar dhe pritjet janë që afatet e paralajmëruara të respektohen, përkatësisht dokumentacioni të jetë gati deri në muajin gusht. Edhe pse skeptik nga premtimet e shumta që nuk janë mbajtur, qytetarët shpresojnë që këtë herë të jetë definitive, në mënyrë që lëvizja e qytetarëve si në këmbë si me vetura të jetë më e lehtë. Po duhet më rregullu, edhe shteti do të më rregullu, që sta mura për shembull nuk do të më konë. Një rreth me pas, që dikush me pas ndaj fëmijë smut ndaj sen do të na mbullon me shku. Ky do të më shku te në alta, ti jam e kthy tek atë vjen fëmia unë me dek. Domethënë hin rreth shkon me njëherë. Shon një rreth, nuk ka zor me vë? Po, mendoj se do të. Asgjë tjetër, edhe një kursi tjetër dhe mjafton. Qarkullimi jetë më i lirë. Disa ndeshësh kanë bëhen me këtë blokadën tonë, tani më nuk ka. Janë paksuar. Tepër janë paksuar. Po në qoftë se arrin edhe kursia më vë, atëherë besoj që krejt ato probleme që janë qarkullimit, mendoj që kanë më zgjidhur. Ndoshta ndodh, ku me ditë. Jo tash është pak më mirë se kanë vu këtë paravonin mes. Qarkullon pak më mirë po të gjanu ishtë bo edhe më mirë. Po të gjanojnë që këtë qarkullim më të mirë dhe njerëzit të kryjnë obligimet e veta në mënyrë më të shpejtë e më të mirë. Po. Kryetari i Shkupit Gjorgjevski në premtim parazgjedhor patjetën se bulevardi duhet të zgjerohet në gjithsej 6 kursi, nga 3 në të 2 anët. Do të fillojnë nga Bit Pazari deri te udhkryqi me bulevardin Hristian Todorovski Karposh dhe John Kennedy. Planifikohet të kushtojë gjithsej 10 milion euro, 7 për realizim dhe 3 për dëmshpërblimin e objekteve që do të rënohen. Grupi parlamentar i LSDM-s nuk do të marrë pjesë në punën e komisionit për huamarrjen e re prej 260 milion eurove. Kryetari i LSDM-s, Venko Filipçe, tha se do të ngrej padi penale dhe interpelancë kundër kryetarit të kuvendit Afrim Gashi për shkak të, siç thot, shkeljes së vazhdueshme të rregullorës së punës dhe shpërdorimit në detyrë. Ndërkohë, deputeti VMRO të BMN-s Bojan Stojanovski tha se qëllimi për të bërë interpelancë është produkti dëshpëruar politik i LSDM-s. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe njoftoi se grupi parlamentar i LSDM-s do të ngrej padi penale dhe interpelancë kundër kryetarit të kuvendit Afrim Gashi për shkak të, siç thos, shkeljes së vazhdueshme të rregullores së punës dhe shpërdorimit të detyrës. Ai gjithashtu njoftoi se LSDM nuk do të merr pjesë në punën e Komisionit Am për financim dhe buxhet në debatin për huamarrjen e re prej 260 milion eurosh. Grupi ynë parlamentar nuk do të marrë pjesë në këtë huamarrje brutale dhe të përditshme të vendit për shuma të mëdha, 100 milion euro, miliarda euro para, të cilat nuk shkojnë askund, përveç se kontrollohen rreptësisht në kompanitë partijake përmes procedurave të tenderimit. Ne nuk do të marrim pjesë në debatin e komisionit për këtë temë dhe po tërhiqemi plotësisht prej tij. Në një konferencë paralele për shtyp, deputeti i VMRO të BMN-s Bojan Stojanovski tha se qëllimi për të bërë interpelancë është, siç e quajti ai, produkti dëshpëruar politik dhe se mos pjesëmarrja e LSDM-s në debatin mbi borxhin e ri nuk është e re për partinë opozitare. Së pari, u pretendua se nuk ishte kushte hapësinore në sallën 4, do me thënë nuk ishte vend për të ullur, ne siguruam një vend, pastaj u pretendua se kredia u vu si pika e dytë në rend të ditës, ne u vum si pika e parë, kur erdhi momenti që argumentet të përballeshin aty ku u takon, në parlament, LSDM vendosi të bënte atë që ka bërë prej muajsh dhe vitesh, të shpëtonte nga debati. Stojanovski theksoi se me mjetet që do të marrin hua do të vazhdojnë realizimin intensiv të investimeve kapitale, rritjen e bruto prodhimit vendor dhe se do të investojnë në paga më të larta, pensione më të larta, ndërtim të 3 autostradave, hekurudhës së shpejtë dhe rikonstruim të hekurudhave ekzistuese, spitale dhe shkolla të reja dhe vazhdim të realizimeve të 1200 projekteve kapitale mbar vendit.
Zëvendës kryeministri Bekim Sali ka paralajmëruar zgjidhje të shpejtë për kërkesën që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe. Ai tha se momentalisht po zhvillohen aktivitete për zgjidhjen e këtij problemi. Pas 2 protestave të organizuar nga studentët, të cilët kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, zgjidhje për këtë kërkesë ka premtuar edhe zëvendës kryeministri Bekim Sali. Për këtë, Sali tha se janë në fazën e fundit të konsultimeve me ekspert dhe se shumë shpejt do të arrijnë deri në marrjen e vendimit final. Që nga fillimi ka pas vullnet mirë politik që të zgjidhet ky problem, i cili për fat keq në periudhën e kaluar duke pas parasysh edhe udhëheqësitë e mëparshme të cilët kanë pas ingerenca dhe mundësi politike për ta zgjidhur këtë problem, kanë mbetë si temë hapur dhe ne tani po e zgjidhim. Ai tha se nuk do të jetë vetëm provimi i jurisprudencës, por siç tha, do të zgjidhen edhe shumë çështje tjera. Zëvendës kryeministri foli edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke thënë se ky ligj tashmë është miratuar nga qeveria si propozim ligj që dhe është proceduar në kuvendin e RMV-s. Ai theksoi se qeveria ka ofruar një propozim që sipas tij është në përputhje me frymën e marrëveshjes së Ohrit, ndonëse tha se ky ligj është dashur të miratohet që në 4 vitet e para pas nënshkrimit të marrëveshjes. Dhe me një vonesë prej diku 20 vite, ne propozojmë një ligj konkret që besojmë se do të jetë ligji më i mirë për rrethanat aktuale, që do të mbrojë intereset etnike edhe të shqiptarëve, po edhe të etnive tjera, për arsye se nuk është i fokusuar vetëm në një etni. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve lidhur me qëndrimin e partive opozitare që kanë paralajmëruar bllokim të ligjit me mekanizmin e badenterit, Sali tha se mënyra se si do të veprojë opozita mbetet vendimi i tyre politik. Ai shtoi se tani më mbetet obligimi i deputetëve të propozojnë amandamente dhe të hapet debat publik për avancimin e mëtejmët e ligjit. EMV tashmë ka paraqitur ankesë ndaj vendimit të prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit lidhur me rastin e mazutit. Kryeministri Kristian Mickoski tha se presin që prokuroria e lartë të shqyrtojë faktet. Ashtu si paralajmëroi disa ditë më herët, kryeministri Kristian Mickoski deklaron sot se EMV tashmë ka paraqitur ankesë ndaj vendimit të prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit lidhur me rastin e mazutit në hidrocentralet edhe Vasko Kovačevskit. I pyetën nga gazetarët për hapat e ardhshëm, Mickoski tha se pret që prokuroria e lartë publike të shqyrtojë të gjitha faktet. Po EMV tashmë ka paraqitur ankesë ndaj vendimit skandalos të prokurorisë themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe presim që tani prokuroria e lartë publike të shqyrtojë siç duhet të gjitha faktet dhe të vendosë në bazë të asaj që përmban ankesa. Prandaj të presim se çfarë do të vendosë prokuroria e lartë publike e më pas do të komentojmë. Kujtojmë se më herët, prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit i ndërpreu hetimet me arsyetimin se nuk ishte dëm ndaj buxhetit të shtetit nga furnizimi me mazut, ndaj pastaj vijuan një sër reagimesh nga VMRO-DPMN dhe disa eksponentë të saj, duke përfshirë edhe vetë kryeministri Mickoski, të cilët akuzuan prokurorët Kollareviç dhe Islamabazin se kanë mbyllur lëndën që në prokurori, pasi sipas tyre ata janë të afërt të LSDM-s dhe BDI-s. BDI kërkon hetim ndaj drejtorit të Nomagasit, Nedim Rama, për mos deklarim të pasurisë dhe dyshime për korrupsion. Sipas partisë, kompani të lidhura me të dhe zëvendës ministrën Kaltrina Zekolli Shaqiri kanë marrë para publike dhe ndihma shtetërore gjatë kohës që ushtronin funksione publike. BDI kërkon një antikorrupsion dhe prokuroria të hapë hetim të plotë. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon hetim për pasurinë e padeklaruar të drejtorit të Nomagas, Nedim Rama, që sipas tyre është dora e djathtë e Izet Mexhitit. BDI pretendon se Nedim Rama nuk ka dorëzuar deklarat për gjendjen pasurore në Komisionin Shtetëror për parandalimin e korrupsionit. BDI kërkon që antikorrupsioni menjëherë të hap lëndë të dytë dhe hetim të plot për pasurinë e padeklaruar të Nedim Ramës, pasi siç thon ata, lënda e parë veç më ekziston. Lënda e parë e antikorrupsionit ka të bëjë pikërisht me Nedim Ramën, hotelierin nga Çairi, siç e quanin mediat, pasi u zbulua se Lounge Bar Njësh, i menaxhuar përmes kompanisë Nier 2015, pronar të së cilës kanë qenë Nedim Rama dhe zëvendës ministrja Kaltrina Zekolli Shaqiri, ka marrë pagesa nga komuna e Çairit për reprezentacion.
Sipas BDI-s, e gjithë kjo ka ndodhur në periudhën kur Kaltrina Zekolli Shaqiri ushtronte funksionin e zëvendës ministres, ndërsa Nedim Rama ishte këshilltar i posaçëm për financa në kabinetin e Izet Mexhitit në Ministrinë e Mjedisit Jetësor. Sipas BDI-s, kjo është shkelje brutale e kodeve etike dhe detyrimeve ligjore për llogaridhënie dhe se heshtja për gjendjen pasurore dhe rrjedhat e dyshimta të parave hapin dyshim të arsyeshëm për korrupsionin sistematik dhe derdhje të parave të komunës së Çajirit në xhepa privat. Faktet që deri tani kanë dalë në publik janë baze mjaftueshme që antikorrupsioni më në fund të dalë me epilog për këtë rast. E ftojmë Komisionin Antikorrupsion që ta përfundojë procedurën, të përcaktojë përgjegjësi dhe të dorëzojë iniciativë për ndjekje penale në prokurori. BDI kërkon hetim urgjent të pasurisë së Nedim Ramës, pasi siç theksojnë ata, drejtësia nuk guxon të ndalet para dyerve të funksionarëve. Vlen ka reaguar kundër akuzave të BDI-s lidhur me hetimin për pasurinë e padeklaruar të drejtorit Nomagas Nedim Rama. Nga Vlen thonë se partia e Soravis dhe e milionerëve të krijuar brenda natës është e fundit që mund të flasë për interesin shqiptar. Pikërisht kjo politike agallëkut të ndërtuar nga Ali Ahmeti. Për vite të tëra krijoi përçarje mes shqiptarëve, i ndau në të dëgjueshëm dhe armiq. E shëndroi pushtetin në privilegj familjare partijak dhe gjatë gjithë kohës, gjuante gurin, pastaj e fshihte dorën. Kur shqiptarët kërkonin drejtësi, këta bënin pazare politike. Në fund, madje shkuan deri aty sa të përdorin edhe studentin si trampolin politike për të shpërlar individ si Musa Xhaferi e Blerin Bexheti, thuhet në reagimin e Vlenit. Sipas Vlenit, Ali Ahmeti dhe Bujar Osmani ende nuk mund të pajtohen me humbje në Çajir dhe aq shumë ju dhem kjo sa janë fiksuar pas Izet Mexhitit dhe përpiqen t'i bëjnë dëm me konstruksione dhe manipulime të ndryshme. Maqedonia e Veriut ka përfituar 65.7 milion euro nga Komisioni Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor si vlerësim për progresin e reformat dhe avancimin drejt BE-s. Zëvendës kryeministri shqiptar tha se gjatë periudhës së tretë raportuese janë dorëzuar 21 hapa reformues, për të cilave 16 janë vlerësuar pozitivisht dhe 3 janë realizuar para afatit. Nga shuma totale, 30.6 milion euro do të shkojnë direkt në buxhetin shtetëror, ndërsa pjesa tjetër do të investohet në projekte zhvillimore. 65.7 milion eurot që Maqedonia e Veriut përfitoi nga Komisioni Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor konsiderohen si një konfirmim i progresit të reformues dhe avancimit të vendit në procesin eurointegrues nga ana e autoriteteve. Zëvendës kryeministri dhe ministri për eurointegrime, Bekim Sali, theksoi se ky vlerësim pozitiv nga Brukseli është rezultati punës së koordinuar të institucioneve shtetërore dhe i përkushtimit për të zbatuar reformat në praktik. Ai bëri të ditur se gjatë periudhës së tretë raportuese janë dorëzuar 21 hapa reformues. Nga këto, 16 hapa janë vlerësuar pozitivisht nga ana e Komisionit Evropian, ndërsa ajo që është veçanërisht domethënëse është fakti se 3 hapa janë realizuar para afatit kohor. Kjo tregon qartë se institucionet tona nuk punojnë vetëm për të arritur afate minimale, por janë të angazhuara që reformat të realizohen me kohë, me seriozitet dhe me vizion afatgjatë. Në këtë cikël, monitorimi janë ndjekur gjithsej 44 hapa reformuese. Ai sqaroi se nga shuma totale prej 65.7 milion eurosh, 30.6 milion do të derdhen drejt për drejt në buxhetin shtetëror. Nga 65.7 milion eurot e siguruara, 30.6 milion euro do të transferohen drejt për drejt në buxhetin shtetëror. Ndërsa pjesa tjetër do të shkojë për projekte zhvillimore dhe investime strategjike përmes kornizës investuese në Ballkanin Perëndimor. Kjo nënkupton më shumë investime në infrastrukturë, në energji, digitalizim, arsim dhe zhvillim njerëzor.
Duke bërë krahasimet në përfitimet e shumave të përgjithshme mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë dhe faktin se Shqipëria ka përfituar më shumë mjete, Sali tha se dy vendet kanë karakteristika të ndryshme dhe nuk mund të krahasohen. Ndryshe, në kuadër të planit të rritjes, Maqedonia e Veriut deri më tani ka përfituar gjithsej 142 milion euro, ndërkaq Shqipëria ka përfituar 212.8 milion euro. Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi se qeveria po punon intenzivisht në kuadër të agjendës reformuese dhe pret që Maqedonia të konfirmoj pozitën e parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor edhe në raportin e qershorit të Komisionit Evropian. Duke komentuar këstin e ri prej 65.7 milion eurosh nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, Mickoski tha se ky është rezultati i reformave dhe punës së institucioneve. Ai theksoi se deri në fund të vitit pret që mbështetja direkte buxhetore të arrijë afër 100 milion euro, ndërsa me projektet investuese shuma totale do të arrijë në disa qindra miliona euro. Mickoski kritikoi opozitën duke thënë se parashikimet e tyre për dështim ekonomik dhe izolim nuk janë realizuar. Sipas tij, qeveria do të vazhdojë me realizimin e reformave dhe projekteve që, siç tha, janë në interes të qytetarëve dhe të zhvillimit të vendit. Por, cila është e vërteta dhe cilët janë faktet? Faktet janë siç thash, se nga të fundit në grupin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, 6, do të bëhemi të parët. Më njëherë, pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, nisëm një punë intenzive dhe ja, që tashmë në raportin e janarit jemi të parët. Tani pason raporti i qershorit në fund të muajit qershor. Kam komunikim intenziv me zotrin Gerti Jan Kopman. Po punojmë në të gjitha portofolat e brenda qeverisë dhe pres që këtë pozitë të konfirmojmë edhe pas raportit të qershorit. Këto 30 apo 31 milion euro që përfaqësojnë mbështetje të drejt për drejt buxhetore, pres që deri në fund të vitit i afrohet të shifrës prej 100 milion euro mbështetje direkte buxhetore. Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani tha të njëjtën se Izraeli nuk ka të drejtë të poshtrojë të burgosurit pas publikimit të një video që tregon trajtimin e aktivistëve të flotiljes globale Sumut nga autoritetet izraelite. Jam i indinjuar, Izraeli ka të drejtë të mbrohet, por nuk ka të drejtë të poshtrojë të burgosurit, njerëzit e pambrojtur që nuk kanë kryer akt dhune dhe nuk janë terrorist, ka thënë Tajani për gazetën e italiane. Ai vuri në dukje dallimin midis mbajtjes së një bllokade detare dhe vënies në pikpyetje të dinjitetit dhe sigurisë së njerëzve. Tajani shtoi se Italia po kërkon një shpjegim nga qeveria izraelite pasi ministri i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir postoi një video në mediat sociale ku tregon veten duke u tallur me aktivistët pro-palestines të cilët ishin lidhur me zinxhir dhe ishin detyruar të gjunjëzoheshin pasi u ndaluan nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare. Ai riafirmoi se Italia do të vlerësojë qëndrimin e saj politik dhe se çfarë veprimesh duhet të ndërmerren në nivel evropian. Aktivistët e flotiljes globale Sumut që ishte nisur drejt Gazës dhe u ndaluan në mënyrë të paligjshme nga Izraeli pas sulmeve ndaj anijeve të tyre në ujërat ndërkombëtare, po transportohen drejt Turqisë me fluturime të kompanisë Turkish Airlines. Burime për Anadollun thanë se aktivistët u transferuan nga burgu Keziot në shkretirën e Negev drejt aeroportit Ramon në jug të Izraelit ku përfunduan procedurat e deportimit. Më shumë se 420 aktivistë përfshirë 78 shtetas turq, më pas u vendosën në 3 avion të ndarë. Aeroplani i parë me aktivistë u nis drejt Stambollit pas procedurave të koordinuara nga Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë, ndërsa fluturimet e tjera pritet të mbërrijnë në qytetin turk më vonë gjatë ditës. Më herët ministri turk i Punëve të Jashtme Hakan Fidan tha se ishte planifikuar një fluturim i posaçëm për të kthyer në Turqi shtetasit turq dhe pjesëmarrësit nga vendet e treta të përfshira në flotiljen globale Sumut. Presidenti i SBA-s Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu diskutuan për një draft marrëveshje për t'i dhënë fund luftës së tyre kundër Iranit gjatë një telefonate të tensionuar sipas një raporti të publikuar të mërkurën. Udhëheqësit diskutuan atë që faqja e internetit e lajmeve Axios e përshkroi si një memorandum paqe të rishikuar të hartuar nga Katari dhe Pakistani gjatë një telefonate të martën që e la Netanyahun të zemëruar.
Flokët e udhëheqësit izraelit ishin në flak pas telefonatës të një nga 3 burimet që folën për median e lidhur me bisedën si pas CNN, duke cituar zyrtar Amerikan dhe Izraelit. Netanyahu i kërkoi Trumpit të vazhdonte si pas planit me sulme të reja të synuara, duke argumentuar se një vonesi sjell dobi vetëm Iranit, ndërsa Trumpi kundërshtoi duke thënë se diplomacia ja vlente të ndiqej disa ditë të tjera. Vendet e Bashkimit Evropian kanë dhënë mesditën e sotme dritën e jeshile për miratimin e raportit i Barit për Shqipërinë, duke shënuar kështu një hap shumë të rëndësishëm në procesin e negociatave të antarësimit. Sipas procedurave të brendshme të BE-s, pas miratimit e IBAR, dosja kalon Koreper 2, komitetin e përfaqësuesve të përhershëm të vendeve antare, ku do të bëhet edhe sanksionimi formal i mbajtjes së konferencës së 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Miratimi i pritshëm në të hap rrugë mbajtës në IGC 8 me 26 maj i bar ose raporti vlerësimit të standardeve të përkohshme është i lidhur me grup kapitullin e parë themelorët, i cili përfshin fusha të rëndësishme si shtetisë të drejtës, reforma të drejtësi dhe të drejtat themelore, institucionet demokratike dhe administrata publike. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshi.